Ndërtimi i korridorit 8 është një prej projekteve më të financuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave nga Open Spending Albania, për këtë vepër rrugore janë paguar rreth 9 miliard lek apo 98 milion euro, duke përbërë gati 27% të pagesave të kryera nga ky dikaster gjatë vitit që shkoi. Më në detaje, të dhënat tregojnë se rreth 5 miliard lek janë paguar për segmentin nga Elbasani në Qaftan, ndërsa rreth 4 miliard lek të tjera për segmentin nga Elbasani në drejtim të Rrogozhinës. Transaksionet për lotet e korridorit 8 reflektojnë dhe ecurinë e punimeve në teren për ndërtimin e kësaj rruge, duke qenë se një pjesë e segmenteve të saj parashikohet të përfundojnë brenda këtij viti. Në drejtimin nga Elbasani në Qaftan, përveç lotit 1 që aktualisht është i përfunduar, pritet dhe përmbyllja e fazave 2, 3 dhe 5. Së bashku me të parën, këto faza përfshin segmentin që nis nga Labinot Fush deri në qytetin e Librazhdit. Në këtë drejtim, në total janë 8 kontrata që mbulojnë një gjatësi prej 26 kilometra, për të cilat janë kryer dhe pagesat gjatë vitit 2025. Ndërkaq, brenda vitit 2026 pritet dhe përmbyllja e 6 loteve të tjerë të korridorit 8, por në drejtimin nga Elbasani drejt Rrogozhinës, që mbulojnë rreth 20 kilometra nga 40.7 kilometra që është në total. Lotet që përfundojnë arrin në afërsi të qytetit të Peshinit. Pas përfundimit të punimeve, ky aks do jetë rrugë kategorisë B interurbane, me nga 2 korsi në secilin kaq lëvizjeje.